Të nderuar dëgjues, Radio Kontakt ju fton të ndiqni emisionin Kuvendet e Ramazanit. Kësaj radhe kemi zgjedhur për ju komentin e një hadithi të transmetuar nga Ebu Said el-Hudriu, shoku i ngushtë i profetit alayhis salam, i cili thotë se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë: Kush prej jush sheh një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij. Nëse nuk mundet, le ta ndryshojë me gojën e tij, dhe nëse përsëri nuk mundet, le ta ndryshojë me zemrën e tij. Por ky është besimi më i dobët. Këtë hadith e transmeton Imam Muslim në librin e tij. Ky hadith është shumë i rëndësishëm sepse përmban një parim themelor të Islamit. Thënia e profetit Allahut, kush sheh, sipas dietarëve mund të ketë dy kuptime, ose shikimi i diçkaje, ose dienia në lidhje me të. Thënia prej jush tregon se fjala i drejtohet gjithë pasuesve të Islamit, jo vetëm të pranishmëve. Thënia e profetit alayhis salam, një të keqe ta ndryshoj atë, do të thotë ta largoj të keqen. Dhe thënia e tij, por ky është besimi më i dobët, do të thotë se kjo është më e pakta e fryteve të besimit, sepse është vetëm urrëtia e së keqes e pashoqëruar me veprim për ndryshimin e saj. Në një transmetim tjetër thuhet: pas kësaj nuk ka më asnjë grim besimi. Pra, pas kësaj grade besimi, pra gradës së urrëties së të keqes, nuk kanë mbetur më gradë të tjera, sepse nëse nuk e urren të keqen me zemër, do të thotë se je i kënaqur me atë, dhe kjo gjë nuk konsiderohet pjesë e besimit. Kështu kuptohet se, kur është e mundur që e keqja të ndryshohet me dorë, nuk mund të mjaftohesh me një këshill, ndërsa kur është e mundur që e keqja të ndryshohet me fjalë, nuk duhet të mjaftohesh vetëm me urrëtien e së keqes me zemër. Urdhërimi i së mirës dhe ndalimi i së keqes është detyrë themelore nga Kurani dhe tradita profetike, për të cilën kanë rënë dakord edhe të gjithë dietarët. Kjo çështje konsiderohet këshill, e cila është vetë feja, sipas hadithit, feja është këshill. Le të përmendim tani disa hadithe që flasin për urdhërimin e së mirës dhe ndalimin e së keqes. Hudhaifa transmeton se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam ka thënë: Pasha atë që ka në dorë shpirtin tim, do të urdhroni të mirën dhe do ta ndaloni të keqen. Përndryshe, ka rrezik që Allahut ju ndëshkojë. Pastaj do t'i luteni atij dhe ai nuk ka për t'u plotësuar lutjen. Abdullah ibn Omeri transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë: O njerëz, urdhërojeni të mirën dhe ndalojeni të keqen, përpara se t'i luteni Allahut dhe ai të mos ju përgjigjet më, përpara se t'i kërkoni atij falje dhe ai të mos ju falë më. Urdhërimi i së mirës dhe ndalimi i së keqes nuk bëhet shkak për ndalimin e rrezikut dhe as për afrimin e vdekjes. Kur priftërinjt hebrej dhe murgjit e krishterë lanë pas dorë urdhërimin e së mirës dhe ndalimin e së keqes, Allahu i mallkoi me gjuhët e profetëve të tij dhe të gjithë i zuri belaja. Hadithin e kanë transmetuar Esfahanihu. Ebu Said el-Hudriu transmeton se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam ka thënë: Lufta më e mirë është thënia e fjalës së drejtë përballë një sunduesi tiran. Ebu Dherri, një nga shokët e profetit alayhis salam, tregon se i dërguari i Allahut i kishte lënë porosi këto virtyte: të mos kishte frikë askënd kur e qortonte për hir të Allahut dhe të thoshte gjithmonë të vërtetën edhe nëse ishte e hidhur. Ebu Bekr Siddiku transmeton se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë: Populli në gjirin e të cilit bëhen gjëra të këqija dhe ai ka mundësi t'i ndalojë, mirë po nuk e bën këtë gjë, rrezikon të vuajë dënimin e Allahut. Ebu Dheri radiallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam ka thënë: Ti buzëqeshësh vëllait tënd është sadaka. Gjithashtu, edhe urdhrimi i së mirës dhe ndalimi i së keqes është sadaka. Ibn Abbasi transmeton se profeti alayhis salam ka thënë: Nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron të voglin, nuk e respekton të madhin, nuk e urdhron të mirën dhe që nuk e ndalon të keqen. Enes bin Malik transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë: Fjala la ilaha illallah, pra nuk ka zot tjetër veç Allahut, vazhdon t'i bëj dobi atij që e thot dhe ta mbrojë atë nga dënimi, për sa kohë që ky nuk ja shpërfill të drejtën e saj. Kur e pyetën se çfarë ishte shpërfillja e të drejtës së saj, ai tha: Shpërfillja e të drejtës së saj është mos ndalimi dhe mos ndryshimi i veprave që janë në kundërshtim me urdhrat e Allahut të madhruar. Kur është pyetur profeti alayhis salam se kush ishte më i miri i njerëzve, ai ka thënë: Ai që i friksohet më shumë Zotit, që i mban më mirë lidhjet farefisnore, që e urdhron më shumë të mirën dhe që e ndalon më shumë të keqen. Urdhërimi i së mirës dhe ndalimi i së keqes është detyrim kolektiv. Nëse këtë lloj detyrimi e kryen disa nga anëtarët e bashkësisë, atëherë bie përgjegjësia për të tjerët, ndërsa po nuk e kreu asnjëri, janë të gjithë fajtor.
Urdhërimi së mirës do të thotë të urdhërosh ato gjëra që i ka urdhëruar sheriati, ndërsa ndalimi së keqes do të thotë të ndalosh ato gjëra që i ka ndaluar sheriati. Kjo punë nuk bëhet nëse personi trembet se kjo gjë do ta dëmtojë atë, pasurinë e tij ose të tjerët me një të keqe më të madhe se ajo që ka ndodhur, ose kur mendon se kjo gjë vetëm sa do ta shtynte fajtorin më keq në mëkat. Nëse njëri nga këto kushte nuk plotësohet, detyrimi për këtë punë bie. Megjithatë, kur e di se urdhrimi së mirës dhe ndalimi së keqes nuk do të sillte dobi, besimtari duhet ta kryejë këtë detyrë, sepse përkujtimi u bën mirë besimtarëve. Nuk është kusht që urdhëruesi i së mirës të jetë vetë zbatuesi i saj dhe ndaluesi i së keqes të jetë larg prej saj, por ai që e bën këtë punë duhet të urdhërojë veten dhe të tjerët njëkohësisht. Nëse njëri detyrim nuk kryhet siç duhet, kjo nuk do të thotë që bie detyrimi tjetër. Gjithashtu, nuk është kusht që urdhëruesi i së mirës dhe ndaluesi i së keqes të jetë njëri i drejtë, por, siç ka thënë Imam Shafiu, kush pi alkool duhet t'i ndalojë të tjerët që të pinë me të. Dietarët kanë thënë se me një njeri të cilit i trember se mund të dëmtojë dhe me një ignorant, urdhërimi së mirës dhe ndalimi së keqes duhet bërë me butësi. Kjo e rrit më shumë mundësinë që ata të pranojnë dhe e keqja të ndryshohet. Për të ndryshuar një të keqe me dorë, mund t'i kërkosh ndihmë edhe të tjerëve, nëse nuk mundesh vetëm. Madje mund ta çosh çështjen deri tek pushtetarët. Nëse nuk mund të bëhet kjo, atëherë mjaftohesh me një këshill. Nuk lejohet përgjimi dhe spionimi në shtëpitë të tjerëve apo ndërhyrja në to me forcë, kur bazohet vetëm në hamendje. Por, nëse një njeri i devotshëm lajmëron për kryerjen fshehtasi të një të keqe që përbën cënim të një shenjtërie që nuk kthehet më, siç është zinaja apo vrasja, është detyrim të ndërhyet me forcë në shtëpinë e atij ku po kryhen këto akte të shëmtuara. Ndërsa, kur nuk bëhet fjalë për cënime të tilla shenjtërie, nuk lejohet ndërhyrja dhe as spionimi. Dietarët kanë përmendur disa raste kur lejohet përgojimi si mjet që ndihmon në ndryshimin e një të keqeje. Kështu për shembull, kush mendon se dikush mund ta ndryshojë një të keqe, i tregon atij se filani bën kështu e ashtu, duke i sugjeruar atij që të mbajë qendrim ndaj tij. Qëllimi duhet të jetë ndryshimi së keqes, përndryshe ky veprim është i ndaluar. Përgojimi lejohet në 6 raste. 1. Në rast ankese për padrejtësi, kur personi i ankohet sultanit, gjykatësit e të tjerë për dikë që i ka rënë në qafë duke i treguar padrejtësinë që i ka bërë. 2. Kur i kërkon dikujt ndihmë në ndryshimin e një të keqe, si në rastin që përmendëm më sipër. 3. Kur i kërkon mendim myftiu duke i thënë, babai apo vëllai apo filani më ka bërë padrejtësi sepse ka vepruar me mua kështu. A mund ta bëj ai këtë gjë? Si mund të shpëtoj dhe si mund ta marr të drejtën time? Këto ankesa lejohen sepse janë të nevojshme. 4. Për të paralajmëruar dhe këshilluar muslimanët që të kenë kujdes nga e keqja e një personi, siç është rasti i xherhut. Xherh quhet qortimi që dietarët e hadithit i bënin transmetuesve të haditheve, duke nxjerrë në pah anët negative të personalitetit ose të kujtesës së tyre. Kjo gjë jo vetëm që është e lejuar, por është e domosdoshme. Gjithashtu, edhe kur dikush të kërkon mendim për dikë me të cilin do të lidh kurshi apo ortakëri, duhet t'i vësh në dukje gjithçka që di rreth tij në formë këshille. Një rast tjetër që përfshihet në këtë kategori është edhe përgojimi një personi që ka funksion politik dhe që nuk e kryen siç duhet detyrën e tij, sepse është mëkatar apo i paaft. Për këtë person duhen lajmëruar eprorët e tij që ta heqin nga detyra dhe të vënë në vend të tij dikë tjetër që e kryen siç duhet këtë funksion. 5. Kur dikush bën mëkate të mëdha, për ato mëkate që i bën hapurazi, si pirja e alkoolit, marrja e pasurisë së njerëzve në mënyrë të padrejtë e tjerë, lejohet që të përgojohet, por nuk lejohet të përmenden të meta të tjera vetëm nëse ka një shkak të caktuar. 6. Kur dikush njihet me një nofk të caktuar, e cila mund të jetë emet e tij, si për shembull të njihet me nofkën topalli, ose i verbri, ose shurdhi e të tjerë. Nëse kjo nofk thuhet në formë përbuzëse, nuk lejohet përdorimi i saj. Madje, nëse ka mundësi që personi të njihet me një emër tjetër, le të thërritet me atë emër. Argumentet për sa përmendëm më sipër janë të shumta dhe të njohura, por këtu nuk është vendi për t'i renditur ato, sepse do të zgjateshim shumë. Në fillim tham se urdhërimi i së mirës dhe ndalimi i së keqes është detyrim kolektiv, që do të thotë se po e kryen disa anëtar të bashkësisë, bie detyrimi nga të tjerët, ndërsa po ula pa u kryer, të gjithë janë përgjegjës, kuptohet nëse kanë mundësi dhe nuk kanë asnjë arsye justifikuese. Por, urdhërimi i së mirës dhe ndalimi i së keqes
mund të kthehet në detyrim vetjak nëse ndodhet në kushte të cilat i di vetëm një person i caktuar. Nuk ka kundërshti mes thënies së profetit alayhis salam, kush për jush sheh një të keqe ta ndryshojë atë e të tjerë, dhe ajetit, o besimtar, ruani vetët tuaja, sepse ata që humbën nuk ju dëmtojnë dot kur jeni në rrugë të drejtë, tek Allahu do të ktheheni të gjithë. Dietarët kanë thënë, kuptimi i ajetit është se, nëse ju i kryeni të gjitha detyrat që ju kanë ngarkuar, nuk ju dëmton dot neglizhenca e të tjerëve. Një nga këto detyra është urdhërimi i së mirës dhe ndalimi i së keqes. Kështu që po krye kjo detyrë, edhe nëse tjetri vazhdon me punën e keqe, përgjegjësia i mbetet atij, ndërsa besimtari ka për detyrë vetëm të urdhërojë, të tërheqë vëmendjen. Me kaq po e mbyllim edhe këtë kuvent.